Në lagjen 24 Maj të Vlorës, banorët e rrugës Remzi Ramo prej vitesh jetojnë mes baltës dhe gropave. Mungesa një rrugë të asfaltuar i ka kthyer ditët me shi në një makt të vërtet për ta. Gropat që mbushen me ujë dhe balta që mbullon çdo hapësirë e bën të pamundur kalimin e automjeteve dhe këmbësorëve. Më të prekurit janë fëmijët të cilët çdo mëngjes duhet të kalojnë mes pellgjeve për të mbërritur në shkollë. Banorët thonë se janë ankuar disa herë në Bashkinë e Vlorës, por deri më tani nuk kanë marrë asnjë përgjigje. Rruga Remzi Ramo. Ne jemi banor i kësaj lagje, po vetë domethënë 30 vjet çdo lloj deputeti i ka ardhur këtu, vinë e shkojnë, çdo lloj partie. Domethënë thon lavin edhe s'kan për as edhe një. Problemi më është rruga këtu. Tani problemi më madh ju e shikoni vetë, çfarë themi ne? Këtë rrugë. Edhe tani përpara një 2-3 muaj do më shkoj, eri deputeti këtu, deputetët të dyja palëve. Ati e na premtuan. Urdo? Në përditshmëri, si janë? Shumë keqe kemi, ja. Çfarë themi ne, sa beton vetë këtu, se këtu ishte për fakin e zezë herë. Te kjo rrugë morëm beton vetë me shpenzimet tona. Kush më keq? Edhe bëm. Kur bjeshi. Këtu nuk rrin dot fare absolutisht. Absolutisht nuk rrin dot. Jam me gur domen, duke vendosur gur, duke vendosur goma makine. Sa familje mund? Njërtin, këtu mund të janë domen rreth 300 familje. Kam keq këtë ja. Këtu është mall, po këtë kam keq. Është bërë domen, çfarë them, vetëm do varka. Ju vetë si banorin janë ankuar ndonjëherë të bashkë. Sa herë? Çfarë përgjigje? Asnjë hiç, do ta bëjmë. Vetëm këtë. Rruga do bëhet, mos keni merak. Ja, pas fushatës, domen, po, pas fushatës do vi çdo gjë do bëhet me drita, me ujë, me terra, me ashtu. Do vin prapë. Po s'ka unë marrë ja këtë u ka themi. Neve nuk japim vot me. Shqetësimi është rruga. Unë këtu bëra 22 vjetë që kam ardhur se jem zonë tjetër. Unë jem zonë e Mirditës edhe kam autostradën në desh shtëpis. Këtu në mes të Vlorës edhe këtu është pellgje. Afër dedit, afër mbretit erdha, po këtu afër pellgjeve erdha. Fare, asnjë lloj besimi nuk kam në këtë vend. Jemi zonë turistike. Unë erdha për zonë turistike. Nuk më pëlqen fare. Rruga shumë e keqe, rruga nuk kalohet, makina dëmtohen, fëmijët kur vjen koha për të shkuar në shkollë nuk kalojnë dot, duhet i marrësh në krah. Më keq se ka s'ka ku të verën, neve tham që do votomi më Ramën e do bësh më mirë, po bëhet më keq. E çfarë të themi më tepër neve? Ne jemi ankuar vajtëm kaq vite, dhe nuk ne ka vetëm për vota. Para votimeve jemi mbledhur diku aty te një vilë që është. Ne na thanë që votoni se do t'ma bëjmë ne. Ne të themi të vërtetën jemi të PS-s. Edhe e kemi votuar me të dy duart, jo me një. Ata do të vinë prapë, po na që nuk ka më. Sepse kjo është lagja që mund të ketë dhe më shumë fëmijë këtu që vjen në shkollë. Edhe këtu nuk kalon dot. Mos pyet për ne pensionistat, pyesni vetëm për fëmijët që vjen në shkollë. Jetojnë këtu, po na do rrim brenda. Këtu nuk dilet mirë, këtu nuk dilet. Pra vjen dimri ju mbujojnë këtu. Po të thash, ke ardhur kushet pa përshtatshme sepse kisha nuk do vije dot. Sidomos e rruga andaj ti nuk do vije dot. Edhe për sa bëhet fjalë për një rrugë te pallatet edhe këtu. Ata kërkojnë që institucionet të ndërhyjnë urgjentisht, duke rikonstruktuar rrugën që është vetëm lidhje me pjesën tjetër të lagjes. Deri atëherë, banorët e lagjes 24 Maj do vazhdojnë përditshmërinë mes daltës, shiut dhe premtimeve të pambajtura.